Tani, këto momente kanë qenë të shpeshta të këti, se gazetaria e dim është shumë e vështirë, sidomos për një nonë, për një grua në shoqërinë tonë. Kom pas së fundme, sidomos viteve të fundit, Resul, kom pas plota si ditë, që kom thonë mirë nesër do na më shku në zyre të drejtorit, të menaxhmentit, edhe me i thonë 2 javë gjeni dikon me më zavencu. Vesh 2 javë? 2 javë të afati ligjor. Në më thonë, kom pas kësi momente. Pikrish në qato dit, ose në qatë dit të njejt, një 3-4 rastet të tilla e kom pas, e kom taku dikënd. Qoft një kalimtar rasti, qoft dikon të blenë në market të mahalës, qoft dikon të vrapu. Dhe më kanë thonë, vazhdo puno shumë mirë, qështë dineve kanë jarë me na lavdu pak ma shumë se soqë. E ta shonë, unë do me thonë gjithmonë jam këthy, kom thonë, okej, jo, nuk është kua hala, duna me vazhdu me bajt, duhet me qenë çdo natë në lajme, në emisione, në debate politike, në qka do qofshin. Sepse e kom konsideru, po mendoj kjo është puna cilën unë e du, e kom bo me qef para së gjithash, por edhe e kom konsideru që jetë të kry një punë, jetë një farë misionin, nëse muj me thonë, se në gazetarin ndryshës këshë mujtë me qëndru, po të mos këshë mendu që... Se pikrish ditën e shëndetit mendor? Ditën e shëndetit mendor se unë mendoj që, po kjo është, do me thonë, zgjedhja e vetës është kujdes për shëndetin tanë mendor, jo vetëm fizik, po edhe për shëndetin tanë mendor. Se na, do me thonë, gjatë gjithë kohës, në shumicën e rasteve, gjatë rrugës, i zgjedhim të tjerët, e zgjedhim punën, e zgjedhim dikamës me i thonë jo, e zgjedhim një aktivitet, okej, hajtë edhe qëta, hajtë edhe këta. Kritë këto, nuk e besoj që kalojmë pa gjurëm në shëndetin mendor. Edhe ti dikur e zgjedh vetën tane. Tash, që me sharu, unë nuk është që kom pas në i të lashet të theksume të shëndetit mendor. Kom pas të lashet të zakonshme që tu ka bo pak rëmuj koka, nuk e dit, apo du me vazhdu, apo du me undala, është momenti me pauzu pak. Në të njëjtën ko, ka nis trupi me më thonë me undal. Do me thonë, nëse trune nuk e kom dëgju, ka nis me më folë trupi më ndej. Sepse kom shty deri në qatë limit, sa që ndolën do analiza, jo diçka serioze, po njona një farë prediabete qujnë, do me thonë diso analizat të cilat ma konfirmun këtë idenë tamë që vish pak se unë e do na munal. Nuk të tregove qëfar ishte ajo pozite dhe si e kupton, apo a ka qenë kjo joja jote e duhura nga koha e tanishme? A ka qenë e duhura, nuk... Po mendoj, nëse krahasojmë me qatë qetësin që mu ka desht në qatë kohë me marë, absolutisht po. Ka qenë e duhura, besoj që ka me tregu koha në të ardhme, ka qenë e duhura, jo, por momentalisht konsideroj që po, ka qenë e duhur. Unë në periudhën në cilën e kom shkru statusin, ka qenë koha kure kom lon Radio Dugazhinin, ku kam qenë një vjetë, kom pas pozitën e drejtorës informimit. Dhe në atë kohë më kanë dalë, do me thonë, këto analizat që më thanë, ka dalë veç pak se që 21 vjetë jetu abuzu me trupin edhe trunin tanë, edhe ti dush me undalë. Tash i kisha 2 opcione, ose me lon krejt, ose me zgjedh pak ma pak, edhe pak ma let, jo që ato pozita të cilat të marrin 24 orë kohë në dite, të cilat kërkojnë gjatë gjithë kohës me qenë online, edhe unë vendosa me unal krejt. Asni opcion të mund shumë nuk e kom pas, do me thonë, se kanë mendu plot që pyetja që mu ka bo, okej, ku po shkon? Nuk po shkoj kërkon, nuk e kom lon me shku dikon, në fakt e kom lon me shku në shpe, me shku të vetja jam. Prandaj, e kom lonë dhe kom vendos me thonë stop, se mendoj që duhet me unal, edhe nëse nuk kina i të lashe, her pasire boj mirë me unal me ndëgju vetën tonë, me ndëgju trupin, trunin, qka përna thonë. Tani, një dit, unë lexova një thonë një rrjetet sociale që e kishte shpërndar dikush, dhe thonte, njerëzit nuk e matin njerëjun me atë që është, por me atë që zotron. Pushteti imponon respekt, ndërsa paraja blen vëmendje. Dhe të dyja shpesh madje ngatrohen edhe me dashurinë. Në linjën e kësaj bisede që po e bëjmë, nëse kjo qëndron, sidomos ditët e sotme, a thuhet fjala jo për një pozit në këtë rast, më me vështirësi dhe sa kushton realisht një jo?
Tash krejt varet prej kritereve në bazë të cilave ti i matë gjanat. Nëse flasim për pasuri, unë nuk e shoh pasunin veç pare. Në fakt, në plot situata, ka gjanat të cilat i vlerësoj shumë ma shumë se sa paret. Kom pas momente kur kom qenë me 0 cent në konto, do bukfalisht 0. Por, absolutisht nuk jom ni e varfun. Sepse kom pas gjanat të tjera cilat i vlerësoj tepër shumë në jetë. Tash edhe të biznesi, të puna, me cilën po merr në aktualisht. Shpesh më pyesin, okay, apo fiton pare? I thom, jo, pare nuk po fitoj, nëse veç po doni me ditë, por po fitoj diçka shumë ma shumë sa paret. Po fitoj liri, mas pari, liri personale, çka po du me bo, edhe po zgjedhi çka po du me bo. E dyta, po fitoj njohuri, se po kam punë, aktivitetet për cilat s'kom ditë ma herët, s'kom ditë mi bo dhe po mësoj rrugës. Pra ka hyn loj kurreshtja. Absolutisht po. Edhe kjo është tepër e rëndësishme për mu. Se në momentin që nis me nalë së mësumi, unë mendoj që goxha keq i ki punët. Edhe tjetra është po fiton lidhje, po fiton njohje të reja, të njerëzve, të cilat gjithashtu janë shumë të rëndësishme. Edhe po fiton kohë, po fiton vetën tane. Po merresh me vetën, po kthejon prapë te vetja. Kështu që krejt varet kush çfarë njësie matës e ka. Unë shoh shumë të rëndësishme me qenë mirë me vetën tane, mandej kur ti je mirë me vetën tane, nihesh komode në trupin edhe lëkurën tane, këto të tjera jam goxha e bindur që vijnë vet. Ka qenë ndonjë moment kur ke dyshu në vetën tënde, në punën, ndonjë moment kur se ke marrë atë që e meriton? Ka pas plot. Ka pas plot të tilla. Me tregu drejt, ka njëherë jam pak tash së fundmi kom nis me u bo autokritike, sepse mendoj që po du me thonë me kujdes të shtum këtë pjesë që mos me t'inglu si arogancë, se nuk është qëllimi këto, por mendoj që në plot raste e kom, le ta themi kushtimisht, zvoglu vetën për me akomodu vogelsinë e dikujt tjetër, kjo nuk na bën dorë. Do me thonë, unë nuk mendoj që duhet, se prap me u kthy te vetja, me zgjedh vetën tonë. Edhe nëse na meritojmë kaq sa meritojmë, për çfarë, jo veç për çështje financiare, mendoj që secili duhet me kërku kur gjo ma pak se sa aq sa meriton. Në anën tjetër, sidomos nëse flasim për fillimet e mia në karrierë, absolutisht Resul ide nuk e kom pas ka po du me shku. Do me thonë, po entuziazmin e ke pas. Entuziazmin e kom pas, punën e kom pas gjithashtu, nuk kom thonë kur jo punës, po fatja mi madh është që i kom pas gjatë gjithë kohës disa njerëz të cilët kam besu në mu ma shumë se në vetën. Kom pas edhe njerëz tillë në jetë dhe jam tepër falënderuese për ta. Domethënë kam besu në mua në momente të caktuara më shumë se sa që unë kam besu në vetën. Më kanë thonë po ti mundesh, më pas pyet mua as në lajme s'kisha hin moderim, as në emisione më moderu, as domethënë se s'jam kon shumë e sigurt edhe kam thonë po se dia dion, nuk e dia më. Gjithmonë ke dyshimin. Gjithmonë kam pas dyshime. E tani vonë kam kuptuar që nuk ke nevojë me zvoglu vetën. Atë është mirë me ditë kush ku është dhe çka bën, po fati i mirë që njerëz rreth meje më kanë vlerësuar. Fat i madh kë, edhe në anën tjetër edhe unë kom punu, kështu që janë kombinu. Janë kombinu dhe dyja. Faleminderit shumë. Naile, dua tash të bëjmë diçka të veçantë me ty, një ditë në këpucët e një gazetare. Po e nisim prej mëngjesit, kështu. Jemi në fillim ditës, cili është mendimi i parë që të vjen në kokë, sa po zgjohesh? Veç me nda periudhën për cilën po flasim. Nëse flasim për tash, sot momentalisht si jam zgju, jam marrë në Albanën me fotografi. Nëse jo sot së fundmi, do me thonë këtë periudhë, si është një ditë e zakonshme, kështu po them. Unë momentalisht jam në media ma pak... Qka të bjenë në mend? Unë zgjona në orën 5:30 në mëngjes. Okej, qka të bjenë në mend mas pari? I gjej robat me dal me ecë. Se qona me dal me ecë, do me thonë, e kam një orë bashkë me shoqën tam, i kemi një vjetë Shkëndijën, me cilën tash po dalim gjithë ditë, në pothuajse në baza ditore, mungojmë ndonjëherë për ndonjë arsye, kur njëna ose nuk jemi këto. Edhe tepër ja u rekomandoj krejtve, po, shumë është po mundesh me mbajt gjithmonë në ora 5:30 qohemi, 6 takohemi. Do me thonë, 6 e fillojmë ecjen, deri në 7:20, mandej e pim kafen edhe kthehemi me procedu me mandej fëmijët në shkollë, aktivitetet e ditës. Po, kjo është mënyrë e mirë e kujdesit ndaj vetës. Kjo ishte çka ban
më kallëzove, po çka mendon? Çka të shkon mendje mas pare? Çka mendoj, mora nuk e di. Varet çka ka Varet plane. krejt, varet. E çka ta zbukuron kështu ty ditën mëngjes? Që me mëngjes kështu, që me sabah? Unë kam shumë të rëndësishme rësull gjatë ditës me pi një kafe vetë. Nëse kjo mundësi më japet në mëngjes, do më thonë është fantastike, sidomos verës, kur është djeli, e merë kafën, del në verandë, ullësh, e pen me qatë qëtësin e mëngjesit, pa të thirë fmit, ku e kam këto, ku e kam ato, ose njerëz të tjerë të shtëpisë pa